Unë sa kisha vënë një puls që këta shtesa, këto në na i marrin prapë. E qartë, ka përshtypjen se kjo është e panorama më e mirë. Është dikush, megjithatë në hapësirën publike shqiptare, që madje akuzohet sa herë që tregohet i ashpër me cilësinë e deputetëve tanë, veçanërisht kur bën krahasime me një parlament të para luftës së dytë botërore. Profesor është Kujtim Cakani, avokati i njohur, i cili e ka kthyer në pasion dhe mision edhe muzeun e familjes Cakani, e ka kthyer duket diçka midis një mauzoleumi dhe për cilësinë e parlamentit të para 44-s. Cakani, mirëmëngjes. Faleminderit që na u bashkove. Ju përshëndes juve në studio. Duket sikur shqiptarët veçanërisht kohët e fundit e kanë shumë qejf të bëjnë një krahasim midis një parlamenti demokratik të periudhës 20-40 me vitet 20 mijëvjeçare të ri. Cili është dallimi në vlerësimin tuaj? Shiko, unë përveç të avokat jam pasionuar pas historisë dhe është vërtet ai thoni ju që unë bëj krahasime dhe nuk është se duhet ta anatemoj dikë me ato krahasime, kuptohet, por të kthesh parlamentin e Ali Bej Këlqyrës, ishte një, i thon birbili i parlamentit i kohës, ata që e njohin pak historinë e parlamentarizmit shqiptar, dhe ta kthesh parlamentin ta çosh tek jo te Zeqinea, po ku ti gjon dhe ca deputet që nuk i njeh as komshiu tyre, njerëz që s'kan bërë asgjë në jetën e tyre, njerëz që nuk as vetë e tyre nuk e besojnë që janë në parlament. Do me thënë, do thotë që ti bësh kazmë në parlamentarizmit. Dhe këti dhe vëndit përgjithësi. Do me thënë, kryetari i parlamentit ka qenë Pandeli Evangeli dhe ti ta çosh parlamentin tek ku dëgjon tani. Kuptove çani nivelësh po flasim apo jo? Po flasim të një nivelit kalibrit të lartë, jo vetëm patriotësh, por eruditësh, poliglotësh. Dhe kjo është keqardhja që un kam, Flavio. Tani, sepse kur mblidhe ai parlamenti para 40-s, populli i Tiranës shkonte dëgjonte kush fliste më bukur, oratorinë e përkryer të tyre, ishin njerëz elitar. Jo sepse vinin nga familje me një origjinë të caktuar, aristokrata apo kështu me radhë. Por ishin vetë, kupton apo jo? Ishin njerëz të cilët rrezatonin mirësi dhe sa i shikoje që në veshje. Ti ke parë dhe veshjen këta, veshjen jo se nuk kanë lek kanë, se kanë vjedhur mos u ngopshin kurrë, por nuk din ose nuk i shkon as kostumi, as kravata, asgjë prej gjëje, janë ca gjëra janë me të ngjitur Flavio, kupton apo jo? Nuk u shkon. Janë ca barkderra, tu dëgjon ca njerëz pa asnjë lloj lidhje që me sharmin, pra njerëz pa sharme, kupton apo jo? Domethënë, e kanë thyer parlamentin shqiptar, unë nuk i vë dot një të dytë në botë. Nuk i vë dot një të dytë. Kjo është ajo që mu kam keqardhje, Flavio. E qartë, megjithatë kam një pyetje për të dy ju. Ndërkohë, Shqipëria, pavarësisht se sa shumë kanë ikur, i ka ende njerëz me një taban caktuar intelektual, apo klasor, apo cilësor, me klasë jo ndarje klasore, po klasi personal të individit, nuk kuptova. Kështu pse këta njerëz po i qëndrojnë larg politikës, kuvendit, dhe a do ishte e bëjnë për të ruajtur pavarësinë, lirinë e tyre ndoshta, apo a mos do ishte kjo provë një angazhimi të tyre të ri? Filloj me Cakani me që është në video më pas Sami. Problemi qëndron që këta jo se nuk duan të ashtu. Sot në Shqipëri njerëzit janë të trembur. Tani këtë ta jap me bindje të plot. Unë jam njeri që lëviz edhe kontaktoj, komunikoj me elloj. Njerëzit sot në Shqipëri janë të trembur. Sepse unë e kam thënë dhe publikisht, ne jetojmë në një autokraci elektorale. Në autokraci elektorale, ne Serbia dhe vendet ish sovjetike, si Bielorusia e disa vende tjera, jetojmë në autokraci elektorale. Pra që do të thotë, fjala intelektual shumë e madhe, po ne kemi bërë këtë, ai që është intelektual merr përgjegjësi për kombin, për vendin e vet, Flavio. Unë këtu e di. Ai që është intelektual i mirëfill ka përgjegjësi për komunitetin, për kombin e kështu me radhë, sepse shumë bukur o intelektual mund mos flistin, por folën dhe vajtën u varën, u pushkatuan, u internuan, u burgosën. Folën. Tani, ta nuk janë intelektual. Ta janë ta, po ta përdor një shprehje, ta njerëz të shkolluar, të cilët për një arsye të caktuar, njëri ka djalin, një ka vajzën, një ka gruan, njëri ka një benefic tjetër diku e kështu me radhë, dhe këta heshtin. Sepse shikojnë atë rehatin e tyre, të familjes tyre,
të rrethit të tyre dhe kaq, nuk i bëhet vonë fare më as për komshiun, as për grupin e caktuar, po as për kombin. Kjo është përgjegjësi për kombin, e marrin njerëzit e ditur dhe njerëzit të cilët me gjithmend e duan atë. Edhe pse mund të kenë kosto. Por e qa më duhet mua të flasë që mëngjes? Kundër regjimit, kundër autokracisë. Po unë marrë një kosto, dhe kjo që po flasë ka që kosto, po unë e ka marrë parasysh, Flavio. E kuptoj. Kështu që nëse këta nuk janë intelektual, sepse ju i glorifikoni aq shumë këta pastaj mbajnë një qëndrim edhe ne jemi e ajka. Jo mor jo. Këta përderisa nuk flasin, përderisa heshtin, do të thotë që këta nuk janë asgjë, janë hiç. Kjo është e gjitha. Okej. Sami? Pse njerëzit me këtë profil po